Faktikisht, rreziqet e kësaj së efektit të pakëndshme që mund të jenë, ekzistojnë vetëm mënyrën se si përgatitet ose aplikohet ajo. Pra, nëse aplikohet në kushte jo sterile, mund të përhapet infeksioni, ose nëse në këtë rast specialisti aplikon atë dhe dëmton ndonjë strukturë fëqinje me gjelpën gjatë aplikimit, këto e vetëm mënyra se si po aplikohet ose si përgatitet, po si substancë, pasi që vjen nga gjaku i vetë pacientit, nuk paraqet ndonjë rrezik, pra është e sigurt për përdorim. Po në cilat raste nart vendosni me përdor një metodë të tillë edhe themi cilat lloje të kirurgjisë përfitojnë pastaj prej një metode të tillë? Kjo si substancë, si metodë mund përdor realisht në të gjitha llojet e ndërhyrje kirurgjike, por që më shumë të preferon këto pra të natyrës më invazive, pra që janë më të mëdha që nevojitin ndoshta një ndihmesë në shërimin e atij regioni